Mbi 345 milion lekë dëm shpërblim do të jepen për 15 bashki të prekura nga zjarret e verës së shkuar. Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu bëri publike shpërndarjen e fondeve, duke detajuar shumën që do të përfitojë secila bashki. Bashkia që ofron shumën më të madhe është ajo e Krujës, me 146 milion lekë për të vijuar me bashkitë e tjera, deri te ajo e Hasit që ka përfitimet më të ulta me 0,7 milion lekë. Vera e vitit 2025 ka regjistruar temperatura ekstreme, duke shkaktuar zjarre dhe përpasoj dëme të shumta në banesa, toka e Bakëti. Sipas të dhënave nga Sistemi Evropian për zjarret në pyje gjatë vitit 2025, në Shqipëri u dogjën mbi 59.000 hektar pyje, ndërkohë për shkak të rasteve të përsëritura, zjarrvënia është përfshirë në kodin penal, ku autorët rrezikojnë burg nga 5 deri në 15 vite.